Qindra zjarfikës nga gjithë Europa dhe mbi 20 mjete ajrore do të pozicionohen paraprakisht në vendet me rrezik të lartë për zjarre në të gjithë bllokun këtë verë, njoftoi Komisioni Evropian. Pothuajse 650 zjarfikës nga 14 vende europiane do të vendosen në korrik dhe gusht në vende kyçe me rrezik të lartë në Francë, Greqi, Portugali dhe Spanjë. Ky është numri më i lartë që nga fillimi i pozicionimit paraprak të zjarfikësve në të gjithë Bashkimin Evropian që nga viti 2022. Greqia do të mirëpres gjysmën e këtyre zjarfikësve me ekipe që vijnë nga Austria, Bullgaria, Çekia, Franca, Moldavia dhe Rumania, ndërkohë 22 aeroplan dhe 4 helikopterë do të stacionohen në 10 shtete të ndryshme anëtare. Franca dhe Greqia do të jenë përfituesit më të mëdhenj të flotës verore të mbështetur nga Bashkimi Evropian, që do të koordinohet dhe financohet nëpërmjet mekanizmit të mbrojtjes civile me 4 aeroplan amfib të mesëm secila. Franca do të ketë gjithashtu nga një helikopter. Vendet të tjera që marrin flotën e verës përfshin Kroacinë, Çiprin, Çekinë, Italinë, Portugalinë, Slovakinë, Spanjën dhe Suedinë. Haxha Labib, komisionerja e Bashkimit Evropian për barazim, përgatitjen dhe menaxhimin e krizave, tha në një deklaratë se mbështetja është e prekshme dhe bën një ndryshim në terren. Nxehtësia ekstreme dhe zjarret në Europë për fat të keq janë bërë normalitet i ri. Jam e lumtur që Bashkimi Evropian ka më shumë për të ofruar se sa vetëm fjalë, shqetësimi dhe ngushëllimi, shtoi ajo. 19 ekipe të tjera toksore për shuarjen e zjarreve me rreth 30 zjarfike secila dhe një ekip këshillimi dhe vlerësimi janë gjithashtu gati të mobilizohen, ndërsa një ekip i dedikuar mbështetjes për zjarret do të krijohet në qendrin e Bashkimit Evropian për koordinimin e reagimit ndaj emergjencave 24 orë në 7 ditë të javës për të monitoruar rreziqet dhe analizuar të dhënat shkencore. Këto ekipe do të bashkojnë 30 ekspert nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si dhe vende të tjera që marrin pjesë në mekanizmin e mbrojtjes civile të Unionit, partneritetin shkencor evropian për rreziqet natyrore dhe stafin. Greqia, e cila gjithashtu tenton të goditë të rënd çdo verë, ka njoftuar tashmë se do të dërgojë një numër rekord zjarfikësish, duke përfshirë njësi elitare në zonat me rrezik të lartë dhe pothuajse do të dyfishojë flotën e saj të dronëve, që nga fillimi i vitit më shumë se 166.000 hektar janë djegur në 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pothuajse 3 herë më shumë se mesatarja e regjistruar gjatë së njëjtës periudhë midis viteve 2003-2024, sipas sistemit evropian të informacionit për zjarret në pyje.